Informacioni rrem që përhapet për të manipuluar. Kur një gënjeshtër maskohet si lajm. Sepse njerëzit marrin vendime mbi informacionet e rreme. Sepse gënjeshtra përhapet më shpejt se e vërteta. Manipulohesh pa e kuptuar. Merr vendime të gabuara. Kur gënjeshtrat përhapen, njerëzit e humbasin besimin. Edhe e vërteta fillon të duket e dyshim. Sepse informacioni përhapet në sekonda. Sepse kushdo mund të publikojë çdo gjë online. Të rinjt përballen me një vërshim informacioni, Ndërsa të moshuarit janë më të ekspozuar ndaj mashtrimeve. Kontrollo burimin, mos shpërnda pa verifikuar. Një klikim mund të shpërndajë të vërtetën, por edhe gënjeshtrën.